E pra të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV. Po shoh që gjërat nuk shkojnë drejt rrugës së mirë mes Kesit edhe mes Stelinës. Tani do t'ua shpjegoj në mënyrë të detajuar se çfarë në fakt ka ndodhur dhe pse duhet të thëritur ambulanca në shtëpinë e Big Brother VIP Albania. Stelina, gjatë mbrëmjes që ka kaluar sonte, siç duket mërzitja që ajo ka mbledhur në shpirt, inati që ajo ka marrur në zemër, e ka bërë që atë të pi shumë alkool dhe teprimi i tepërt i alkoolit e bëri Stelinën që të largohet nga rrethi ku ajo kalonte momente, do me thënë, me banorët e tjerë, duke u argëtuar, duke kënduar, duke e shijuar këtë festën në fakt nga vllau i madh dhe u pozicionua e vetme tek tavolina e madhe në verandë teksa po pinte pa ndaluar. Por alkoholi e përkeqësoi situatën e saj dhe në një moment të vetëm, le të themi deshra tek tavolina lart ku menjëherë vrapuan vajzat, Greta dhe Selina e morën e dërguan në banjo dhe Selina e ndihmon që ajo të merr veten, domethënë të lahet edhe ta kalon këtë tmerr. Tani vllau i madh nuk është se e toleron kamerën, nuk e mban kamerën aty, e largon kamerën, por Casey është mërzitur shumë dhe gjatë një bisede që po bën jashtë me Mirin, thotë ja dash të gjitha mundësitë, i bëra propozimin, e luta pafund, por nuk dëshiron dhe nuk kam më se çfarë i bëj. Nuk di më se çfarë t'i bëj tjetër, domethënë nuk kam asnjë lloj mendimi në kokë se çfarë mund t'i bëj. Ndryshe, Stelinës që të merr veten. Duhet thënë Stelina nuk më duket se aktron, ajo është në gjendje shumë të rëndë, domethënë është e alkoolizuar dhe uroj me zemër që të mos e dëmtoj veten. E shikoj që ka filluar të dëmton veten nga dashuria dhe nuk e pranon dot fenomenin që Casey po e tradhëton. Si e shikoni ju, do mundet Stelina të qëndrojë brenda kësaj shtëpie?